në burgje ka sistem bllokimi valësh përmes aparaturave elektronike dhe është e vërtet, pjesa më e madhe e burgjeve janë të pajisura me këtë, por që fatkeqësisht një pjesë e këtyre pajisjeve ka ndalë jashtë përdorimit dhe kërkojnë shërbim. Shërbimi zakonisht në Shqipëri në pjesën më të madhe kryhet përmes tenderave. Që të kryesh tender duhet të kesh edhe buxhete financiare. Në shumë raste, Drejtoria e Përgjithshme të Burgjeve nuk ka pasur buxhetin potencial për të kryer shërbime në këto pajisje dhe që padyshim që këto pajisje kur dalin jashtë ai radari shpërndarjes së valve apo bllokimit të valve kundër dronave, kundër aparateve telefonit, ato në momentin që dalën jashtë shërbimit nuk prodhojnë as edhe një gjë pavarësisht se është kutia e shpërndarjes aty. Dhe që duke mos i bërë servici duhur këtyre pajisjeve, padyshim që ato janë jashtë funksionit dhe që nuk bëjnë as edhe një rol përveç se janë të instaluara fizikisht aty. Është njësoj si ato kamerat që i ketë instaluara në mure, por nuk ke atë DVR-n. Dhe këto janë të instaluara aty, por që nuk funksionojnë. Dhe kur nuk funksionojnë, padyshim që edhe telefonat marrën aksesimin e valve të antenave dhe që padyshim nuk sjellën as edhe një problem për komunikim. Unë kam qenë njerë dhe kam provuar në burgun e Rogozhinës kur kam bërë një temë për një temë investigimi për lirimin e një personazhi të njohur të botës së krimit dhe jemi përpjekur bashkë me atë teknikun ton të televizionit Mirsalin të fusim dronin në një lartësi shumë të lartë në burgun e Fushkrujës dhe shkonte deri në një vi lartësie dhe prap nuk arrinte që të merrte komanda nga leva poshtë komanduese dhe për të hyrë në hapësirën ajrore të burgut, sepse sistemi i valve kundër dronit ishte shumë i fortë dhe që nuk arrinte të depërtonte. Pra, droni shkonte në lartësi dhe nuk hynte pikërisht në zonën ajrore të burgut, qoftë edhe për filmuar dhe jo më pasaj për të hedhur, si thua, sende të paligjshme, gjëra, droge, fika e çfarë nuk hedhën. Dhe atje funksiononte, realisht, po këtu po flasëm për vitin 2020-2021 që e kam provuar. Dhe rastet ku nuk funksionojnë, pasaj nuk kanë as edhe një shërbim. E kemi provuar në burgun e Kosovës të Lushnjës, hynte e dilte droni nga gjitha anët e hapësirës qiellore. Po ashtu edhe në Rogozhinë. Në Peqin nuk kam testuar.